Më shumë se sa 5 vite më përpara, Jakub Krasniqi është arrestuar dhe i është hequr liria, ka qëndruar në objektin e paraburgimit për 1926 ditë, larg prej bashkëshortes së tij, prej 4 fëmijëve dhe 3 nipërve mbesave. Që ekziston vetëm një opsion, që ju të nderuar gjykatës të merrni vendim pa fajësie për gjitha akuzat e ngritura ndaj Jakubit Krasniqit. Në fund të parashtrimit do ju bëjmë thirrje të nderuar gjykatës që mbështetur në provat në dispozicion të shpallni të pafajshëm zotin Krasniqi, ta lejoni këtë zotëri 75 vjeçar që të kthehet në familjen e vet dhe të kaloj vitet që i ka caktuar Zoti me familjen e vet. Në të gjitha provat që janë pjesë e dokumentacionit shkresor të kësaj çështje, nuk ka qoftë edhe një dëshmitar të vetëm që pretendon që Jakub Krasniqi e ka rrahur, e ka trajtuar apo e ka torturuar, qoftë ky person civil apo person tjetër. Nuk ekziston qoftë edhe një viktime vetme, një person i brendshëm i vetëm nga qindra dëshmitar të intervistuar nga prokuroria për shumë e shumë vite që pretendojnë ose e akuzojnë Jakub Krasniqin që i ka rrahur, i ka abuzuar ose që ka qenë i pranishëm kur ata janë keq trajtuar në asnjë trajt apo formë. Në rastin kur prokuroria është e mbështetur siç duhet në dokumentet shkresore të besueshme të dëshmitarit dhe dëshmitarëve. Megjithatë, e vërteta është që kjo prokurori fatkeqësisht mbështetet kryesisht në spekulime dhe në pretendime të pambështetura. Ajo nuk jep peshën e duhur provave shfaqësuese. Në çështjen në fjalë, strategjia hetimore e prokurorisë ka qenë një narrative pra përcaktuar ku ka futur fakte të marra aty këtu dhe nuk ka bërë përpjekje të vërteta për të testuar alternativa ose shpjegime të cilat duhet të ishin shtjelluar në tërësinë e tyre. Pista të tëra hetimi që mund të kishin rënë në kontradikt me teorinë e prokurorisë nuk janë shqyrtuar dhe eksploruar fare. Po ashtu, prokuroria nuk ka thirrur një numër të rëndësishëm vendimtar të dëshmitarëve, dëshmia të cilëve mund kishte të dhënë informacion të shumë kontekstual, operacional, si dhe informacion për hierarkinë e UÇK-s,